në shukët atë në janë, prej se cilës këtë gjennet a gjurës. Dhe kur pra përfundojt se hyrja e gjurës dhe këtë herë nuk këtë askush përveç tyre. Por, përmendet se është një derë tjetër gjenneti, që njeriu duhet të kujdeset për to. Ata janë prindë. Përmendet në hadith se prindi është dera e mesë të gjennetit. Prindit ka janë shkak që ne të fitëm kënaqësinë e Allahut dhe Resulit. Kënaqësia e Zotit është kënaqësia e prindit. Hidrimi i Zotit është hidrimi e prindit. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an urdhëron që na adhurojmë vetëm Allah. Wa Allahu alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Zoti ka urdhëruar që mos adhurohet askush përveç Tij dhe të cilën e mirë me prindit. Një sahabë i ditë profetin alayhis salam. I thotë Zotit, kush është puna më e dashur tek Allahu? Sa namazi ta pastaj, ta respektimi i prindit. Po të lexosh Kur'an, lexosh ajetet pra tek Madh Zot për profetin, do të shikosh për shembull Nuh alayhis salam. O Zot, më falë mua dhe prindrit e mi. Po të lexosh më pas për Ibrahimin alayhis salam. Do të shikosh edhe pse babai i tij ishte i fitar, pra kundërshtar i Zotit. Por e shet i drejtohet pra në formën më të bukur. O babai, mos ka adhuro pra shinatin. O babai, po shohësh Ismailin alayhis salam, kur Ibrahim alayhis salam pa natër se do të honte kurban, e shet si drejtohet Ismaili alayhis salam. Ja këtë falë natërna, o babai, po e të çfarë të vronë, pra çfarë të vrosh. Po të shohësh historinë e Yahya alayhis salam, që përmend Zoti në Kur'an. Përsëri dhe i sjellshëm në prindit e tij. Po shohësh Isa alayhis salam dhe i sjellshëm në nënën e tij. Pra kështu përshkruhet profetit e Zotit. Kështu ishin profetit e Allahut dhe Resulit. Ata të cilët ne duhet me ndjek rrugën e tyre, duhet me qenë shembull jon. Shumë njerëz pyesin thonë, por pra duhet pranojmë se nuk janë. Një ndër shkaqet që të pranojmë se nuk janë pikërisht prindërit. Dhe respektimi i prindërve pra bëhet sikur ata janë gjallë, por edhe pas së jetë. Respektimi i tyre vazhdohet. Kur janë gjallë, pra ti duke i dëshuar, duke i dindur atyre, duke i respektuar ata, duke u munduar nëse nuk janë mundësuar, nuk po shkak ti që do të zohet. Kjo është respektimi kur janë gjallë. Ndërsa kur të jetë, respektimi i tyre bëhet duke u lutur për ta, që Zoti të mëshiroj. Duke i rritur lidhjet me njerëzit e miqtë e tyre. Duke i rritur lidhjet familjarë. Duke i qenë vend amanetin që ata kanë lënë. Dhe profeti alayhis salam një herë përmend njërin Uwais ibn Khalaf. Ishte prej Yemenit. Po ishte njëri i cili e respektonte shumë nënën e tij. Dhe nëna e tij ishte kopra si në shkak që ai nuk ishte shkuar akoma në Medinë. Ishte shkuar profeti alayhis salam, por akoma nuk ishte shkuar në Medinë pse? Se kujdesi për nënën. Dhe kishte pas një smundje lëkure që ishte të pa madhe në rëfër dhe kishte shkruar në sa. Përveç një pjesë në të trupit. Dhe profeti alayhis salam i tregon Umerit për këtë person. Dhe i thotë që po e bre, po e takohet do të vinë pra finale për finale media për profeti alayhis salam, për finale Isë. Thotë nëse takohet për këtë
Se ishte për njerëzve që ja parat të Zotit. E kur vime, karvata, grupe për Omeri, i pyste, e keni këllon mesën të kue? Deri sa vjetë në karvata dhe mesën e tyre ishte ojës. Edhe i kërkon Omeri që kërkon të faqë. Ky njeri shkakse i pranoi lutja, ishte respektimi dhe kujtesa që ishte treguar për nënën e tij. E ja tregon Omeri për fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. E ky pyet për Omeri më pas i humtur. Në mënyrë që mos dukej pra e njerëzit që ishte lava për një hyte e jashtë. Njëherë Omeri ishte duke shkuar për Mekë, ka Medinën e pra rrugë. Dhe shikon një Arab pra njerëz të thjeshtë. Dhe shef këto edhe i jep çantën e tij. I thonë, o, i Omer, një Arab ka një thjeshtë, njëri i rrugës si thonë. I jep një, i qonë fokë të knasë, i dhe çantën tonë. Tha ky ka qenë për njerëzve që të shoqëruar me babain tim, pra Omeri ishte kur i ato. Këta janë njerëz që ne duhet të ndjekim shembulin e tyre. Njëtën tonë. Edhe ne pritjet tanë se i kemi udhëzuar, mundohemi të respektojmë, të jemi krah tyre, nëse nuk janë të udhëzuar, të ludhemi për udhëzimin e tyre. Bëhemi shkak në forma ndryshme që ata të zohen, të afrohen me Allahun dhe Resulullah dhe vazhdimisht mos i harrojmë në lutjet tona, sidomos në këto vende. Vëllezër, ne jemi afër fundit të këtij muaji dhe transmetohet në ditën e Profetit alayhis salam ka obliguar edhe dhënien e sadakas së fitrit, që është praktësisht 2,4 kg pra sa 2,4 kg ushqim të nxjerrë për çdo person familjes e nxjerrë i parë i familjes. Dorsa nëse e mira është të shkojë në rrit ta nxjerrë pra vetë. Dhe thonë sepse ai shef tek familja tek fisi i tij. Edhe ja çon këtë sadakat fitrit pra një nevojtar i fisit e tij, besimtar, por me dy shpërbime. E para është se i çon sadakat fitrit pra nxjerrë. E dyta, rritje e vitit të farisë. Por nëse, pra, në njërin ka mësi, nuk është pra të gjejë, atëherë edhe këtë gjënia, pra kjo është të zjerë, edhe këtë gjënia e qalla, pra këshilli dhe në të mërë në të mërisë, edhe kush, pra nuk ka mësi me nxjerë vetë, atëherë nuk të zjerë pra sa që ka cërë të komunitetit, këtë mërë, për fryrë, ja dini ose i zedit, pra, kush nuk e një i zedit, pra është lagimi, e dorëzohë i himit dhe himit qallë dhe këshillit. Kjo, sadakaja në fitrit thirret një ditë deri 2 ditë para Bajramit. Dhe koha është deri